Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, edhe sonte bashkë do të flasim me një grua që unë e kam shumë për zemër, që të gjithë ju e njihni sepse një kohë shumë të gjatë ka qenë pjesë e shtëpive tuaja përmes ekranit televiziv. Me mua dhe me ju sonte është Naile Dema Selmani. Përshëndetje dashur, mirë se erdha. Faleminderit shumë Elvana, kënaqësi gjithmonë me qenë me ty edhe me bashkëbisedu. Shumë kënaqësi me të pas në këtë emision, fillimisht tregom si je në këtë të shtun. Mirë, me angazhime, me disa përgatitje për disa evente, qetë mirë, shumë mirë. Unë e thash që të gjithë të njohin sepse ke qenë për vite të tëra mysafire në secilën shtëpi përmes ekranit televiziv dhe informacioneve jashtëzakonisht të rëndësishme që ke sjellur si gazetare në për mediume të ndryshme. Por sonte bashkë do të rikthejmë në retrospektiv se si ka qenë Nailja kur ka qenë fëmijë, mbi të gjitha do të hapësh kartat e jetës tënde në 3 perspektiva. Pra do të njohim nga një spektër komplet tjetër nga ajo që është mësuar publiku të çe. Por para se të vim Okay. Besoj që do të jetë shumë interesante edhe për ty, por edhe për publikun që janë mësuar zakonisht shohin në për edicione informative, sonte kanë me pa lajmet. Sonte kanë me pa një Naile tjetër. Para se të vim tek hapja e kartave, dua të rikthej në atë kohën tënde të fëmirisë. Si ka qenë Nailja kur ka qenë fëmijë? Çka kujton nga ajo kohë? Okej, Nailja fëmijë. Një fëmijë që në jo pak raste i ka thy disa barjera, disa tabu, le të themi, disa diskutime. Një fëmijë tash kur analizoj, normalisht atëherë se kom ditë, po që nuk ka pas komplekse. Një fëmijë që ka njëherë ka ditë me unëzirë prej situatave. Për shembull, po më kujtohet, si ma përmendë fëminin, më ktheve në klasë të parë. Kur kom qenë klasë të parë, një 2-3 raste kisha shku, nuk e mbaj mend, po më tregojnë tash prind që kanë marrë pjesë në mbledhjet prindve, kisha shku pa fletore në shkollë. Dhe dikur mësuesja thot qa pëndodh Naile me ty, pse nuk i fletore jetuar që sa herë pa fletore, e pazakant për një fëmijë në klasë të parë. Edhe përgjigjja em ka qenë papi është të marru shpinë dhe s'kena parë me fletore. Ka qenë vërtet kështu apo ka qenë vetëm një treg? Ka qenë një arsjetimi ime, që ka qenë të ndërtu në shpinë tamë, krejt fëminin tamë kemi kalu të ndërtu diçka. Ndërtoni garazh, ndërtoni kësi, rregulloje, renovoje, bo diçka shtesë, rrethoje, rregulloje oborrin, gjithkohon ka pas të ndërtu diçka. Po nuk e kam idim, pse kom dhonë këtë përgjigje, veç e di që kur kanë ardhur në shtëpi kanë qenë shumë me mua dhe kanë thonë që ka mundësi se në atë kohë fletorët janë ble krejt në fillim të vitit, i kemi pas për krejt vitin do me thonë sigurume dhe ju kanë kushtu gëgja shumë rëndësi kësaj pjese të pajisjes me mjetë shkollore tonën. Nuk e di heq pse kom thonë. Shumë interesant për një fëmijë të asaj kohe me pas një arsyetim të tillë. Përgjigje. Gjithsesi cila ishte përgjigjja e mësueses pastaj po më interesant. Tash përgjigjja mësuesja mbledhjet e prindve në atë kohë janë organizuar jo si tash në shkollat moderne, që sidomos në shkollat private janë takime 1 me 1 e kështu. Atëherë kanë qenë të ftuar krejt prind me një klasë, janë diskutuar temat, edhe mësuesja ka ngrit këtë çështje para krejt klasës, para prindve të krejt klasës. Mësuesja kur gjoka, mësuesja ka me ble fletorët Nailes. Mësuesja ka qesh edhe domethënë kanë kaluar me shumë sportivitet të dy palët, po më duket shumë interesante dhe në fakt analizojsha një ditë, tash unë jam në vet, djalin e kam klasë parë në këtë moshë, vajzën klasë 6, edhe mirë reagimi prindve të mi, atëherë s'kom ditë me vlerësu, po besoj që ka qenë shumë i mirë për kohën, sepse unë me siguri isha shqetësu shumë, dhe kisha bo pak drama me këtë çështje, qysh ti, pse me thonë kështo, qa ka ndodhë, pse ti e kisha konsideru në është si gënjeshtër ose ngjashëm, po jo, ata e kanë marrë me shumë sportivitet, e kanë kalu kështo krejt qetë dhe kur gjo. Çfarë ambiciesh ke pas në atë kohë për të ardhmen tënde për karrierën, edhe sa ke mujt me mri në kohët e sotit? Unë, do me thonë, prej fëmijë edhe vazhdoj me funksionu kështu, e kam përshtypjen që nuk po them që jam rasisht, ose nuk po them që kam përfundu rastësisht në gazetari, ose në tash në biznes, ose kudo qoftë, po nuk është që kam bo shumë kalkulime, s'kom pas shumë matematika, e di që ka qenë e gjeneratës dëshira me studiu mjekësin.
nuk kam shku në mjekësi, në fakt as nuk kam provu, nuk e di për çfarë arsye, po kam thonë po du në gjimnaz. Kam shku në shkollë mesme, kemi shku po them sepse kam qenë me motrën bashkë në klasë, në gjimnaz gjusor. Pas gjimnazit, mu pat fiksu me shumë gjas për indikimit të do filmave, që kanë qenë ata disa filma që merreshin me hetuesi, me kriminalistik në përgjithësi, se s'po m'kujtona semra tash, veç kom pas shumë dëshirë me regjistru fakultetin juridik. Kemi apliku edhe unë edhe motra në fakultet juridik, motra o pranu, ndërsa unë dështova, dërash në test pranus. Edhe ka qenë një prej viteve të mia shumë do me thonë se në formësimin tem, kam qenë shumë e dëshprume, do me thonë u pata mërzit shumë, nëse tash atëherë s'kemi ditë shumë për depresionin, po nëse tash kish ndodhë që ajo me siguri e kisha diagnostiku vetën me najfar lloj të depresionit të lehtë, sepse e mora shumë afër zemrës, u mërzita shumë, kryesisht i kom kalu ditë e mbyllur mrenda në shtëpi ose në dhomë, refuzojsha me dalë me njerëz sepse ke shumë traumatike për mua si eksperiencë. Ndoshta që i kisha pas krejt pasqe gjatë krejt jetës tam në shkollë, edhe nuk jam shumë e sigurt ta mboni më shumë keq fakti që nuk arrita me u pranu, a kë vlerësimi, zhgënimi me vetën që shka mundësi nga njerë menojsha mos e kom rajt vetën gjatë gjithë kohës, unë nuk po desha që ka sa më kanë thonë njerëzit edhe sa kom mendu. Por në të njëjtin vit, do me thonë qaq shumë libra kom lexu, sa nuk jam e sigurt nëse kom lexu krejt pjesën tjetër tjetës tam, qaq libra sa i kom lexu në atë kohë. Libra të cilët besoj shumë që kanë ndiku tepër shumë në formësimin tam, në mënyrën që kom pa botën mandej, në zhvillim e ngjashëm. Edhe ndërkohë babi ka pas shok ta hirdeskun të ndjerin gazetarin. Ta kohën me ta edhe i tregon, thot vajza që shtu nuk u pranu në fakultet juridik edhe është goxha e mërziton për këtë fakt. Ai e pyet pse ka dash në juridik, thot për shkak të pi pëlqen hetuesia, kriminalistika, diçka kështu. I thot ai, a mundemi me u taku një ditë, pse s'po regjistron ajo gazetari? Se edhe me gazetari mundet me bëu hulumtime, hetime, mundet me ia dhon çfarë ndjenën e njëjtë. Edhe okej, më vjen një ditë më thot, më duk interesant si ide, si ofertë, si merr në jetë në skenë diçka krejt e re. Edhe mbaj mend që jemi taku me të ndjerin Ramiz Kelmendin, edhe me Tahirdeskun edhe me babin. Edhe kemi bisedu për gazetarin, ai më ka tregu për disa mënyra, për disa gazetarë që kanë mbri me rrëzu qeveri, që kanë mbri me dërgu njerëz në borg për shkak të raportimeve tëne, që kanë mbri me qenë ma hetus se sa vetë hetuesit. Edhe mu qaq më duk interesant, so as nuk e diskutova ma, i thash po du me regjistru gazetari. Ramiz Kelmendi ka pas shkollën Fajkonicën në atë kohë, ka qenë shkolla vetme që i ka ofru shkollim për gazetari, sepse Universiteti i Prishtinës ende nuk ka pas drejtimin e gazetarisë, edhe i thash po du me u regjistru edhe po filloj. Tash, më ngocëshin atë kohë, se unë kom qenë gjithë e shkurt po se se nuk jam smoglu, po e re në kuptimin që edhe jam vesh si teenager, edhe kur i kom bot 18 edhe 19 edhe 17, Ramiz e di që më ka thonë, a je sigur që i ki 18 vjetë edhe ki të drejt me u regjistru në fakultet. Ma besoj që ka qenë u dasht me ndodhë kështu. Se kjo kom qenë unë jetoj tash si gazetare, funksionoj si gazetare edhe po mendoj që absolutisht nuk e di qysh kisha jetu edhe qysh kishen jeta jam në një profesion tjetër, si avokate për shembull. Jo që s'm shkon, është okej, mendoj që kam goxha afinitete me u marrë dhe me këtë pjesë, po gazetarinë e du shumë. Tash është pjesë përbërëse e jetës tënde. Absolutisht, unë jetoj tash si gazetare. Tregon pak, unë e thash në fillim të emisionit që ke qenë pjesë e shumë shtëpive tona si mysafire përmes ekranit. E mban me ndaljen e parë në ekran edhe ato emocionet e para? Absolutisht e mbaj me anë shumë, po me lidhë edhe këtë daljen tam në ekran me fëminin tam, me di që kom pas shumë qef, krejt vjersha që i kom mësu, me dalë para familjes dhe me i recitu. Në atë kohë, një prej djemve dajës tam ka qenë tu jetu të na, tu i kry shkollimin
në Prishtinë, në shkollim të mesëm ose nuk jam shumë e sigurt në cilën. Po e di që gjatë gjithë kohës kur unë kam dalë me recitu vjershat, ai më ka thonë Hajrije Spikerica, se në atë kohë ka qenë Spikerica më e famshme dhe më e njoftun, më ka thonë, doli Hajrije Spikerica. Tash kur tep rallaj po jeton në Gjermani dhe takohemi fatkeqësisht shumë rall, po thotë unë kom ditë gjithë që ti ke me përfundu të moderu lajme ose të duan lajme. Ndërsa dalja me parë në lajme interesant ka qenë Elvana se kur kam fillu në Klan, mas 4 vjetëve që kam punu në gazetën lajmë, do më thonë isha gazetare e gazetës. Televizioni është krejt ndryshe, puna, teknikalitetet, i ka krejt ndryshe. Edhe në fillim e di që kanë kërku menaxhmenti me hy gazetarët dhe me bo prova para kamerës, nëse me i pa, mandej a ka dikush shkatësin, afinitetin, paraqitjen, që me punu me ta dhe me qenë prezentues i lajmeve, që mu më ka pëlqyer shumë, se kanë dashur me bo njerëz brenda që i kanë pas, përveç disa figurave përfshi Donikën që i kishin marrë prej jashtë, po them prej njerëz që veç kishin qenë të dëshmuar në këtë punë, këtë kuptim e kam, sepse Klani ka fillu themelu me neve, me mu, Donikën e plot njerëz tjerë. Unë kam refuzu. I kom thonë, jo, nuk du me hy, unë po du me vazhdu me dalë në teren, sepse nuk s'kom pas guxim, s'kom pas besim me dalë as s'kom dasht as interesim, s'kom pas me dalë me provu vetëm para kamerës. Mas disa 2 vjet, 3 vjet ndoshta u kriju nevoja e domosdoshme me pas dikan, sepse dikush që ishte moderu lajme, shkoj, edhe më thanë, shumë mirë kam vepru, se në plot raste unë i kum pas kapërcimet e mia në karrierë kështu. Veç më kanë thirrë dhe më kanë thonë, nesër ki me hy në lajme. Ose më kanë thonë, nesër ki me zavencu në Rubikon. Ose nesër ki me pam lon mu hapsin me mpyt. Se me pas pyet mu, unë kisha vazhdu me thonë, jo se nuk e dija moj, nuk e dija di. I kisha bo 100 kalkulime, 100 skenare në kokën tam, qush unë kam me dështu që aty, fatkeqësisht. Edhe më kanë thonë, prej kësaj date, kime hin lajme, sepse na duhet dikush edhe na mendojmë që ti e personi që do të... Okej, s'kom pas opcion me thonë jo, po që ka ndodh, nuk ju kom tregu në shpe. Se veç që kom paramendu vetën para kamerës kryesore, edhe në anën tjetër i kom paramendu jurin, kushtimesh po dhamë të shpis, të njerëzve të shpis të mpa. Edhe e kom dje që kom e pas shumë presion, shumë stres, edhe që ajo mundët me më shku, ma ndej shumë keq moderimi, kështu që nuk ju kom tregu, si kom tregu kërkujt, pa ta e kam këshyr Klani non stop, edhe normalisht ju ka ika, s'ke paraqitja ja me parë. Po e mbaj mend që ka qenë, në Klani fillimi sidomos kemi qenë, ka njerë mendoj që ma shumë se familje. Kemi qëndru shumë gjatë bashkë, kemi përkra shumë njëri tjetrin, i kemi ndihmu shumë njëri tjetrit në tema, kemi funksionu si tamam ekip. Po që shkoj po më intereson me ditë edicioni? Shkoj shumë mirë. Minutat e fundit të kësaj pjesës parë. Shkoj shumë mirë, mora vlerësime shumë të mira. Ajo studio ka qenë vogël, studio lajmeve, ndoshta sa ky vendi ku jemi tu e xhiru tash, ku jemi tu e zhvillu këtë bisedë, edhe di që kur ka përfundu krejt, u hap dera, nuk e di që i kanë zonë krejt njerëz që kishin qenë regjitun pa, krejt Klani kanë ardhur me më përqaf edhe me më thonë urime edhe me më thonë që ke qenë shumë e mirë. Për qëta po thomë që kemi qenë shumë përkras, se ka qenë shumë domethënëse kjo për mu. Shumë domethënëse, domethënë më ka dhonë motiv dhe vullnet edhe me vazhdu tutje, kështu që kemi ndihmu njëri tjetrin. Mirë, do të flasim edhe për këto tema, por edhe për shumë çka tjetër, shumë do di tjera të jetës tënde në 3 etapa të jetës tënde në pjesën e dytë të emisionit, kur ti do t'i hapësh shkuartat e jetës tënde, mos harrojmë tregu pastaj edhe për reagimin e familjes për paraqitjen tënde të parë në ekran, ndërkohë që për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio është koha që këtë emision ta nisim me një pikë muzikore, ndërkohë që ju mos u largoni nga valët tona, sepse pas pak Naile Dema do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj. Qëndroni me ne. Të dashur dëgjues Radio Kosovës, jemi sërish bashkë, po ju shoqëron emisioni Hynesha, e tash është koha që Hynesha ime personte Naile Dema Selmani të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Dashura i gati. Hynesha. Wow, po ndihem mirë, po, gjithmonë. Zgjidhe një kartë nga e kaluara, të shohim ku do të lundrosh prej të kaluarës tënde. Mundesh me zgjedh në fillim, në mes, në fund, ku të duash. Do me thonë, duna me zgjedh kështu rastësisht, po ti përzi pak se ma kelon me qëllim në një fund. Si të duash. Po e haj garës. Hajde, ma jep mua. Asë më në një e vështirë. Në lidhje me ato që keni diskutuar, tregoni ku një sjellje e tillë ka komplikuar më tej situatën.
Në të kaluarën tënde, në gjithë shka që e nesëm nga fëmiria tek puna në klan e deri në këto momente, ke pasur ndonjëherë ndonjë situatë që sjellja jote e ka komplikuar? Me shumë gjas po. me pyet njerëz të tjerë me cilët kam punu, po ka mundësi që sjellja me ka kompliku, sidomos na që punojmë në media, ti e din mirë Elvana këtë pjesë, është punë me shumë stres, është punë me sekonda në plot raste. Shto këto që parashitjet e mia në televizion kanë qenë gjithmonë live, te për rallë ka ndodhur në emision kështu për zgjedhje ose ngjashëm miu përshtat nevojave të njerëzve, po shumica dërmuese, 99% rasteve kanë qenë live. Edhe kjo ka mujt me qenë stresuese, po përndryshe në përgjithësi ndjehna si njeri unë vetën e stresoj shumë. Brenda vetës në jo pak raste jam full stres, sidomos në situata kur kemi paraqitje live ose në speciale ose diçka ngjashëm. Po, nëse I pyesim kolegët, s'paku mu më kanë thonë kështu, në përgjithësi ja u ofroj një farë sigurie, një farë qetësie. Reflekton sigurie dhe qetësi, edhe në jo pak raste ma kanë thonë, që I vlerësoj shumë këto komentet tëne, se më kanë shti me qenë bindun që për një me, jemi të bo diçka të mirë, më kanë thonë që kur, për shembull, nëse unë kam qenë redaktore e lajmeve, më kanë thonë kur jeti redaktore apo një jemi shumë mirë. Në anën tjetër kur ka ndodhur diçka kur ka pas speciale, speciale, ka ndodhur diçka në veri ose në gjykata ose kudo qoftë, nëse unë kam qenë në prezantim, redaktorët përgjithës që kanë qenë tu qëndru në regjim, kanë thonë që kur ty të kemi në studio jemi shumë rahat. Do me thonë se e dim që je mundesh me u gjenë. Po, unë për vete e di që jam, do me thonë, në jo pak situata ka qenë shumë stresuese. Ke pasur dhe momente të sikletshme live gjatë transmetimit, kujtohet ndonjë? Po, ka pas plot momente, ka ndodhur për shembull, ka kësi situata që hyn ditën e zgjedhjeve, na kemi qenë gjatë gjithë ditës në transmetim, ka pas momente deri në 8 orë që kam qëndruar në transmetim live. Për shembull, një prej zgjedhjeve ndoshta në 2017, nuk jam shumë e sigurt në cilin vit, e çoj vajzën te prindën e imit, me qëndrua aty gjatë gjithë ditës, u përgatit, do me thonë u dashke me shku në fakt edhe në ditë ma herët, që unë me u qu në 6, me shku në punë dhe me njësë prezentimet, me Naimin bashkë, sepse na të dytë gazetarë, dytë kemi pas obligime njësoj ditën e zgjedhjeve, dhe sa fillon transmetimi, më shkrujnë, thojnë, Blina ka temperaturë, që ka me bo. Wow. Dhe tashti, do me thonë, asë nuk je që e ndërprejnë, sepse nuk mund është skapsion me ndërprej, janë kësi situata që duhet me vazhdu, me provu mos me uvrejt, sepse njerëz nuk ju intereson, nuk po them, po s'ma kam përborç me marr shqetësimin tim, ja bart edhe aty në shtëpi. Edhe detyrona me vazhdu me shku, është një paracet në frigorifer, merë, ja. Edhe qështu do me thonë, ka pas plot kësi situata, kur ke marrë lajme, ose shkrime, ose... E në disa raste ju kam thonë, me qenë ma të kujdes shumë, sidomos nëse këto komente kanë ardhë për çështje profesionale, kanë ndodhë prej redaktorëve. Tu e boj intervistën, tu e zhvillu intervistën, thot, nuk thuhet që kjo fjalë në qësi rasti, për shembull. Edhe një tham, a mund është me prit derisa të kryhet, mos me më shqetësu gjatë se për një me po vrehet, pa mësisht. E kam përjetu. Po, nuk, do më thonë, ka kësi momente, ka pas situata edhe kur, unë e kom pa, njone prej mysafirëve që kemi pas në edicion special njëherë, bukfalisht ka qenë tu e humbë vedijen. Tu folë sepse ndryshimi është shumë I fort në televizion, nxeht ka qenë vera. Unë e kam përshtypjen që ka ndodhur prej atij ambientit. Tash në momentin që na e fillojmë intervistën, veç e shoh mysafirin që është to u zbeh shumë, e shoh që është me nxitu fol, do me thonë e vrej që është kaq. Tash unë detyrohna me krejt live ndodh. Unë detyrona, nuk e di as vetë çka kom thonë, po s'është me rëndësi në fund ditës. Me rëndësi është se nuk absolutisht nuk kisha pas qef kur në studio me ndodh një diçka e tillë në mysafir për shkak të rujtjes së dinjitetit, integritetit, privatësisë, ngjashëm. Nuk mendoj që është skenë mirë me pa dikon live tu Alivanos.
edhe foli një 5 minuta, munona me kthy background për ngjarjes çka ka ndodh, mi dhon hapësirë me marr frymë, me pi ujë, regjia e kupton. Fati jam e mirë është që kom punu me do njerëz që gjithmonë e kanë ditë çka po ndodh, s'ka pas nevojë mi u thon. Domethënë në momentin që ata e kanë pa që ti diçka t'ju dal prej, un kom fol 5 minuta, kom fol broshkulla, do të thoshin këta nga Shqipëria ndoshta, i kom hy historikut prej sa kom pas informacione dhe kom bajt mend për temën që jemi kon të diskutu, kom fol, derisa kom fol edhe kom kshyr her pas here, kom pa që ka pi ujë, u relaksu pak edhe do më thonë, e ka stabilizu gjendjen edhe kemi vazhdu tutje. Ka plot momente. Sa profesioniste je në këto rrethana për të gjendë. Varet shumë, po besoj edhe prej teje personalisht. Po, mundet me lujt ka rol edhe kjo sa gjatje në studio edhe me çfarë përvoja, se kam pas edhe situata kur s'kom dit me dal prej, i kom ndërprej lajmet, se si kom pas letrat, që mas një periudhë normalisht që nuk kish ndodh kjo, sepse përvoja e bën vetën edhe ti den me u gjint. Natyrisht. Çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjidhe një kartë? E tashmja ke... Okej. E tashmja thot, Naila është shumë mirë, shumë gjithë. Hajde. Intelektualizmi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ne mendojmë shumë për të shmangur ndjesinë e dhimbjes, frikës apo trishtimit. Për shembull, pas një divorci, një person në vend që të jetë në kontakt me emocionet e tij ose të saj, merret ekskluzivisht me çështje praktike apo administrative. Kur dhe si e përdorni intelektualizmin si mekanizëm mbrojtës, jep një shembull. Kam përshtypjen që sapo e the. Realisht, kjo ka të bëjë shumë me faktin se si menaxhon emocionet në situata të rëndësishme. Nuk ka nevojë të lidhesh te shembulli që është dhënë këtu, por në anën tjetër edhe të sa je person që e përdor intelektualizmin si mekanizëm mbrojtës në rrethona të caktuara. Okej, nuk po më kujtohet, nuk mëj me ta thonë kështu me siguri, po çka po mendoj, çka është të mos sill në mendje momentalisht. Do me thonë, ti mundesh me qenë intelektual, por në qoftë se nuk i ki edhe disa virtyte të tjera të zhvillume, cilat bojnë njeri, mbi të gjitha, jam shumë e sigurt që problemi ja dal. Tash, mandej nëse dojmë me bo hala pak ma filozofike këtë farë çështje, çka quajmë intelektualizëm? Kush edhe çka e përcakton çka është intelektual? Nëse definicioni intelektualizmit është që unë i kam disa diploma në bachelor, në master, specializime, vizita, punë, tituj e të tjera, por je njëri keq, me qujtë në rastin ma të butë. Bim poshtë. Bim poshtë. Nuk... s'po di ç'është mundesh me i përdor. Unë mendoj që duhet me... Kjo që Naila është më shumë e lidhur me veprimet ndërnjerëzore se sa me ato profesionale? Absolutisht po. Unë i vlerësoj shumë, normalisht unë e vlerësoj edhe ngritjen profesionale, përgatitjen profesionale të njerëzve, sepse këto mendoj që duhet me shku paralelisht. Përgatitja profesionale duhet me qenë në shërbim edhe të integritetit tënd profesional, njerëzor, moral. Duhet me qenë edhe në shërbim të përgatitjes tënde për situata cilat jo domosdoshmërisht lypin shkathësi ose njohje profesionale. Të ka rastisur ndonjëherë konkretisht në jetë të punosh me dikë që mund cilësohet si person intelektual, po jo njeri i mirë, siç po thua, apo ke refuzuar të punosh me këta njerëz? Me punu direkt nuk moj me thonë, po që nuk njohem krejt njerëz të tillë, po njohem njerëz të tillë, të gjithë njohem. Edhe ka plot raste që më shefën, kushtimisht po them mas qytun e titujve, ose pas epitetit të qenit intelektual, edhe nuk lon gjë pa përdore, pa bo, qoftë edhe në kurrës të dikuj tjetër për me mbri dikon ku po don. Për çfarë po them është pak problematike kjo çështja e definicionit për mu të intelektualizmit, se jo gjithmonë domosdoshmërisht e ki mirë ose mundesh me e përdorë si mekanizëm mbrojtës faktin që ti je intelektual ose i ki do tituj shkencor. Kjo është e vërtetë. Çka thotë ardhmja dhe e fundit për këtë round? Hajde. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar apo zgjidhur temën që po diskutohet, a mendoni se do të ishte mirë të drejtoheni dikujt për një ndihmë profesionale? Çfarë lloj ndihme do të ishte kjo dhe pse?
Për ta thjeshtësuar, a është Nailja person që kërkon ndihmë profesionale nga njerëzit cilët e rrethojnë dhe kryesisht nga kush e bën këtë gjë? Po, unë jam person që kërkoj ndihmë jo vetëm për çështje profesionale, po për gjithçka. Në fakt, që tash së fundmi po mendoj që në disa raste e kam tepru, ka njerë të kërku ndihmë, se ka qenë te i kalushme edhe vetë, pa pas nevojë për ndihmën e dikujt tjetër. Po kam kërku ndihmë gjithmonë dhe vazhdoj me kërku ndihmë, në jo pak raste kam me rëndësi mendimin e dytë, mendimin e dikujt, profesionalisht nëse flasim për lajm, kur unë kam fillu me punu, kanë qenë Halil Matoshi dhe Nazmi Elezi, dy redaktorët me cilët kam punu, edhe absolutisht për gjithçka jam konsultu me ta. Domethënë nuk e kam pas as hezitimin më të vogël, por më tepër e kam pas të nevojshme me u konsultu me ta, sepse unë nuk jam njeri që menoj që i di krejt. Në fakt Ndërsa sot kujt i drejtohet në momentin e parë Nailja për një ndim profesional? Varet për çka, varet çka është tema, varet nëse kemi për shembull nëse diskutojmë profesionalisht, unë vazhdoj me pas besim të jashtëzakonshëm në aspekt profesional, në këta dy njerëz që i përmenda, po tash këgja moti kohë ka qenë edhe nuk është që kemi vazhdu me mbajt shumë kontakte të shpeshta me tarje dhe misht i bjen që nuk është që mbjen me ju kërku ndihmë herbasire. Mundë me përmend Gazmen Sylën, drejtorin e informacionit që ka qenë në Klan Kosova. Natyrisht gjithmonë, sa herë që kam dilema profesionale, e konsultoj Gazin pa asnjë hezitim, sepse ai ta lejon këtë kërkesë, këtë çështje ndaj tij, edhe jo vetë që kërkoj ndihmë, po ideja është që unë besoj në çka thot, edhe ndihmën kur e kërkoj, nuk e kërkoj veç hajt ta pyes edhe dikon të dytë, po e trajtoj, prandaj i kam shumë të rëndësishëm këta njerëz prej kujt edhe me këndi ndaj. Nëse flasim për gjana për financa, për shembull, për ekonomi, e kam Shkëndije Himaj, të cilën absolutisht nuk se mendoj të dytin kur e konsultoj ato për çështje profesionale. Kështu që varet komplet prej rastit në cilin edhe ti gjendesh. Mire, dashur, shpejt kaloj raundi i parë i hapjes së kartave, tregom si po ndihesh në këtë. Sa raunde kemi krejt? 3 edhe 2 të tjera. 3 mirë shumë, super. Kryesisht ky raund ke i fokusuar u lidhën kartat me njëra tjetrën edhe me bisedën tek çështjet profesionale. Ta shohim në raundin e dytë se ku do të lundrosh bashkë me shikuesit dhe dëgjuesit e Radio Kosovës. Ndërkohë që për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ne i rikthehemi sërish muzikës e më pas vim me raundin e dytë të hapjes së kartave të Naile Demos. Me së dashur Radio Kosovës, jemi sërish bashkë, tash është koha e raundit të dytë të hapjes së kartave të mysafirës ime personte, zonjës së nderuar Naile Selmani Dema. Naile Dema Selmani, se e ngatrova, a i gati për raundin e dytë. Po, le ta shohim çka po na sjellin. Një kartë nga e kaluara. Hajde, çto po e marr të fundit. Cila ka mbet? Hajde, ta shohim çfarë po thot. Në lidhje me ato që sapo keni diskutuar, çfarë ndjenja është pozitive përjetoni më shpesh? Kur i kthehesh komplet në të kaluarën tënde, cilat janë mendimet më pozitive që të vinë në mendje? Unë jam prej njerëzve Elvana që nuk i bi pishman. Në kuptimin që edhe nëse isha kthy prej fillimit me jetu me shumë gjas kisha jetu njëjtë. Me shumë gjas prap kisha punu shumë, me shumë gjas prap isha angazhu shumë, qashtu që kam qenë ka 12 orë, ka pas plot ditë e muje, vite që kam punu. Nuk e di, kryesisht jam okej me çka ka ndodhë, qysh janë zhvillu gjanat, pavarësisht që kam mujt me pas rrugës gjana që nuk kanë qenë mirë, po unë mendoj që jeta jonë dhe na jemi të bom edhe i kemi emocionet ndryshme, pozitive, negative, mërzi, stres, lodhje, knaçi, gëzim, njëjtë është edhe jeta, edhe nuk kam pritje që gjithmonë do të më qenë mirë gjithçka. Mendoj që më e rëndësishmja këtu është me pranu që jo gjithmonë dhe jo gjithçka ka më qenë mirë. Kështu që je në rregull edhe me mendimet pozitive dhe me ato negative që kryesisht munden me to. I pranoj, nuk luftoj me to. Do me thonë, a ka ndodhur kam pas momente kur kam luftu, nuk kam qenë gjithë kështu. Po tash jam mas 22 vjet në
këtë le ta quajmë botën profesionale në skenën mediatike në Kosovë, edhe 22 vjet me qenë pjesë e medias në bazë ditore, me u marrë me zhvillim ditore, është goxha shumë, edhe të përball jeta. A mund të themi që të tjetërson si njeri kjo? Në kuptimin e asaj që të bën ta shohësh jetën më ndryshe personalisht pastaj. Të formson, edhe po ka ndikim shumë të madh, sepse unë vazhdoj me jetu si gazetare. Në fillim, për shembull, kur kam nis me dalë në terren, ose kam shku dikon të një varrim ose një ngjarje që ka ndodhur rand, unë kam qajt barabar me ata. E dikur e sheh që nuk po them që nuk mërzitesh, edhe që nuk bashkëndjen me situata të tilla, po përballesh edhe sfidohesh kaq shumë. I menaxhon ndryshe. Sa që fillon me menaxhu ndryshe, do me thonë, i den me vendos një farmuri, le të themi, profesional. Tash një farmuri mbrojtës për veten tone. Nuk kam qenë gjithë kështu, nuk i kam pranu gjithmonë, kam pas ditën atë pafund që kam luftu me emocionet e mia, ose me zhvillimet e mia, ose me diçka që më ka ndodhur, që unë kam menduar në atë kohë që është e keqe. Njëjtë që ka ndodhur me mos regjistrimin tam fakultet, për shembull. Unë atëherë kam menduar që është e keqe, po mandej kam pa që absolutisht nuk ka qenë për të keqen tam. Edhe tash momentalisht jam në një gjendje që okay, që kjo dasht me ndodh, sepse pranoj gjithçka që vjen. Kështu është jeta, kështu është, e pranoj, mirë, jam, nëse ka diçka që unë moj me ndryshu, në rregull, hajde po bojmë çka mundem me ndryshu. Po në qoftë se ajo veç ka kalu edhe ka ndodhur, ti s'mundesh me bëu kur gjë, unë mendoj që nuk ja vlen më me të merresh me marr energji negative, se shumë rëndësishme çfarë energjie po e rrethon veten edhe çka po prodhon në trunin tën. Absolutisht një mesazh shumë i mirë. Çka thotë tashmë në këtë pikë, si dhe një kartë? E tashmja ke e mesit. E kuqja, po. Tu i harruan. Nuk është ti thell në këtë farloje. Racionalizmi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin e kërkojmë arsye racionale të pranueshme për dështimet apo veprimet tona ose të njerëzve të tjerë. Është jashtëzakonisht e veçantë si po të lidhen kartat me diçka që po e flet paraprakisht. Për shembull, një student që ka dështuar në një provim mund të fajsoj profesorin materialet mësimore ose që ka pasur një ditë të keqe. Kur dhe si e përdor një racionalizmin si mekanizëm mbrojtës, jep një shembull. Është një kohë shumë e gjatë që dikujt nuk i janë lidhur kartat kaq shumë me bisedën paraprake. Po, interesant tani me studenta. Po. Tani duket që je shumë tepër racional, sidomos në këtë periudhën e fundit që po flet. Duket sikur ishe gjanat më ndryshe nga e kaluara jote. Vazhdon të punosh në këtë pikë në racionalizëm? Absolutisht po. Vazhdoj me punu me inteligjencën tam emocionale, e cila domosdoshmërisht çon të qenit racional. Racional fix. Vazhdoj me punu. Kam punu shumë, sidomos kohëve të fundit, edhe vazhdoj me u marr me këtë pjesë, vazhdoj me lexu, vazhdoj me ec, me meditu gjatë kohës kur unë eci ose kur kam kohë të lirë në shtëpi ose ngjashëm. Kjo çështja e racionalizmit të ndihmon shumë në kuptimin që me pranu diçka si okay, që kjo është çajo, çka ka ndodhur. Edhe vazhdo tutje. Ecim tutje. Tash ka njerë munal kështu mos me hy thellit fort, po ka shumë faktorë që ndikojnë, mënyra që është në rrite me shoqënia, në përgjithësi mendësia e shoqënisë tonë, ai rriti me që t'iden që në rregull është me të ndodhë dhe diçka jo e mirë, ose në rregull është edhe me dështu ndonjëherë, në rregull është edhe me u lodh. Na fatkeqësisht nuk jemi rrit kështu, shumica prej nash, sidomos gratë, rritën me këtë idenë që ti duhet me shkëlqy gjithka, ti duhet me qenë në të njëjtën kohë nanë e mirë, motër e mirë, grua e mirë, çike e mirë, shoqe e mirë, punëtore e mirë, profesioniste e mirë, me u dok mirë, me qenë në parametrat që shoqënia i përcakton, mos mi shtu do killa ma shumë ose ma pak. Do me thonë, rritemi çështo, fatkeqësisht, për qikat edhe gratë që jetojnë në shoqëni të tilla. Tash, nuk ka proces i lehtë kë me mbri në një fazë kur ti me përdor kaq shumë racionalitetin, sa me thonë kujt pianin që ka po menon ti në fund ditës. Nëse unë jam tuni mirë në qito killat e mia, për shembull, pse duhet me interesu mu që ka po mendon ti, ose ai tjetri, ose ky tjetri. Nuk ka proces i lehtë, nuk është që mbrihet lehtë. Po jo dhe me kthy ose në emër të racionalizmit mos më interesua se si e bëjmë tjetrin të ndihet, sepse jo, kjo mandej është tjetër temë. Në këtë shoqërinë tonë ka filluar të keq përdoret kjo. Ka filluar të keq përdoret kjo forma e të qenit super racional me veten, pa
e marr parasysh se si po bën tjetrin të Po, ndjetë. tash na nëse po flasim për Nga njerë siguri i përzim ato konceptet e racionalizmit me egoizëm. Po flas për shoqërinë aktuale në cilën po jetojmë. Tash, po, ki shumë të drejtë. Tash shumë po flas për mënyrën qysh on po provoj edhe qëllimshëm po provoj me punu me veten edhe me reagu ndaj situatave të cilat kanë të bëjnë me mu. Po që mos me u keq kuptu, kjo në mënyrë absolute nuk nënkupton lëndim të tjetrit, ose ofendim të tjetrit, ose kjo nënkupton veç me u marrë me vetën tonë, me vendos do kufi. Me thonë, mirë, unë deri këto mundem, nuk mundem ma shumë. Përpara nuk kam ditë me thonë jo. Nuk kam ditë me i thonë jo punës, nuk kam ditë me i thonë jo njerëzve që kam pas kërkesa pa fond për mu, po në fund të ditës, qajo po përgjigje pozitive për me kry një punë të caktume, u konë mirë për njerëz të tjerë, po mu më ka kushtu shumë. Se nuk jam nalë me i ndëgju ose me pa vetën për nevojat e mia, me thonë, mirë, a janë nevojat e mia qëto, a jam unë me vetën tam nëse pi thom po dikujt. Tash, unë nuk mendoj që kjo është egoizëm nëse ti orienton prioritetin edhe fokusin ka vetja jote, pa e lëndu tjetrin gjithmonë po flas. Me kufi të shëndetshëm. Me kufi të shëndetshëm, të cilët në fund fundit janë mirë për ty, po janë mirë edhe për rrethin. Reflektojnë mirë edhe për të tjerë. Absolutisht. Mirë, çka thotë e ardhmja dhe e fundit fare për këtë round. Fundit po e marrë edhe këto. Na ka ngel veç edhe pak minuta kohë, ndërkohë që kemi edhe një round tjetër. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, a mund të jetë më mirë të bëni disa ushtrime fizike apo aktivitete të tjera? Cilin ushtrim apo aktivitet do të zgjidhnit dhe pse? Edhe kjo po lidhet me meditimin, me ecjen, me absolutisht unë jam ka ndoshta 15 vjetë që pauzoj her pas here, por vazhdimisht merrem me aktivitete sportive. Ka pas periudha kur kam ushtru aerobik, ka pas periudha kur kam shku në fitness, kam dalë me ecë, nuk ka rëndësi çka, po e rëndësishme është me pas një aktivitet. Ndërkohë që po më vjen natyrshëm dhe ju pashkas me të pyet sa je e lidhur me artin për te aktivitetit fizik. Me artin... Me muzikën ma konkretisht. Me muzikën jo qaq më kritikojnë në shtëpi. Na jemi me fëmijë sidomos. Nuk dëgjon shumë muzikë? Nuk dëgjoj shumë muzikë dhe unë kam me rëndësi kur jemi në shtëpi, nëse jemi të bo mohabet, mos me pas muzikën lshut. Ndërsa ata janë këgjak si merakli të një muzikën në sfond që e këtu i kemi ka njerë naj përplasje të lehtë edhe të vogël. Mu më pëlqen shumë tash varet çfarë arti. Për shembull, momentalisht jam shumë e fokusuar në fakt po du qëllim shumë e zhvillu veten edhe profesionalisht në këtë drejtim, ka arti i të folurit në publik. Se po më duket shumë e rëndësishme dhe shumë interesante, edhe shumë e paprekun në kuptimin e analizës të në Kosovë, sidomos. Është arti lloj të vet, është arti jashtëzakonshëm, i cili të hap dyrë pa fond. Po e përvetsove shkathësinë e të folurit në publik, po e ktheve në art të folurën tënde në publik, do me thonë, mendoj që s'kemi keq kuptime, nuk kemi përplasje, nuk kemi mbyllje të dyrëve, nuk kemi, kështu që është një farë, po kjo, s'po them, është pak në mes të pasionit, hobit edhe profesionit gjithashtu. Natyrisht. Mirë, unë jo pashkas të bëra pyetje në raport me muzikën, sepse në këtë pikë të emisionit unë zakonisht i pyes mysafirët se çka dëshirojnë të dëgjojnë në valët tona, kështu që nga ajo pak kohë kur ti dëgjon muzikë, cila do të ishte një këngë që ne mund ta plotësojmë vetëm për ty sonte në Radio Kosova? Momentalisht i kam krejt shijet e përzime, sepse vajza është 12 vjeqe dhe i ka do ndron shumë, ka njerë ndëgjon një zhanër tjetër, njerë një artist, mandej ndron, edhe kur jemi, sidomos kur jemi vetur, ku ndëgjojmë ma shumë muzikë, na imponohet dëshira e saj. Ndërsa na imi nëse pyesim ai ka shije krejt tjetër të muzikës, por me qef e kisha ndëgju momentalisht është një prej këngëve që mu më pëlqen. Në fakt dy i kam, me Dehon jam, e Nezhmie Pagarushës, edhe Mojhan. Këto dy këngë shqipe të bukra, sa harqin, do me thonë nuk ka shans me më boba jatë.
Mirë, unë do të losë deskon e muzikës që të plotësojmë njërën nga këto 2 këngë për dëshirën e hyneshës ime për sonte zonjes Naile, qoftë ajo e dehun jam nga Nezmije Pagarusha apo super kënga Mojhan, ndërkohë që ne rikthehemi vetëm pas pak me raundin e tretë dhe të fundit, qëndroni me ne. Jemi shoqëruar kështu bashkë me dëshirën muzikore të hyneshës ime për sonte, e cila po bën hapin e kartave të jetës së saj. Shumë e dashura gazetare për ju, zonja e nderuar Naile Selmani. Si po ndjesh në këtë pjesë të fundit? Mirë shumë, interesant. Shumë interesant. Hajde, i gati për një të kaluar tjetër. Kësaj radhe po i marr kështu. Të parën, a? Të parën. Hajde. A e ka provokuar ndonjëherë zemrimin tuaj, ndonjë sjellje apo ndjenjë në lidhje me atë që keni diskutuar dhe kur? Në krejt situatat që i folëm bashk, a ka pasur dhe kam përshtypjen që ka pasur ndonjëherë që diçka e ka provokuar sjelljen tënde dhe zemrimin tënd? Po, absolutisht ka pas pa fond. Në fakt mendoj që ka pas ka edhe ka me pas gjithmonë. Se të kishështja komunikimit që thash, na jo gjithmonë jemi shumë të mirë në komunikim, ose nuk e transmetojmë saktësisht çka po dojmë me thonë, ose nuk e dëgjojmë. Se shumica e njerëzve çuditën kur unë ju them që 50% e komunikimit është dëgjimi. Nuk do me thonë se shumica mendojnë që veç ajo që ka flet, është komunikim. Ka pas mundësi që ka qenë ai farë provokimi i situatës edhe prej mungesës tam të dëgjimit të vëmendshëm ose ngjashëm. Nuk moj me ta thonë një situatë momentalisht se s'po më kujtohet e të merr shumë kohë derisa ti mendoj. Po jam e sigurt që ka pas edhe ka me pas vazhdimisht. Po çka e shoh tepër të rëndësishme në krejt këtë diskutim është vullneti, dëshira jote me sqaru edhe nëse ka pas një keq kuptim, edhe nëse ke shpërthy ndonjëherë. Kemi pas shpërthime të punës. Sa mendon se jemi të gatshëm si popull të përballemi me situata ose me njëri tjetrin? Në përgjithësi nuk jemi të gatshëm me u përball sinqerisht, me u përball tamam. Jemi të gatshëm edhe nëse përballemi me gjetë një mënyrë të përballës e cila e ofendon tjetrin, ose e cila e çet tjetrin në pozitë keqe, ose e cila e bën tjetrin me uni shumë keq, edhe mundësisht me qenë në prezencë të dikujt. E kjo mu s'm pëlqen as pak. Do me thonë, unë mendoj që krejt situatat e kalohen, gjithçka zgjidhet, edhe nëse nuk zgjidhet prapë në rregull, është na mundemi mos me u pajtu për një çështje të caktuar, po shumë e rëndësishme me u ul, me komuniku edhe me pa ku ka ndodhur çaj keq kuptim. Mundemi me vazhdu prapë mos me u pajtu, mundemi me vazhdu prapë mos me fol, nëse veç e shohim të nevojshme. Po mënyra me eskalu. Mënyra që është qasësh, po edhe nëse eskalon, sepse në fund ditës na jemi njerëz, edhe hajde po supozoj po eskalon. Është veçori që unë e vlerësoj jashtëzakonisht shumë te njerëzit që dinë me reflektu edhe nëse ka nevojë edhe me të kërku falje. Me thonë e di që e te prova, po mu më ka ndodhur. Si qëndron me kërkim falje në këtë rast që përmende Nailja? Hiç se kam problem. Po të tjerët përballë me kërku falje. Ka raste kur pak. Si reagon ndaj atyre që zakonisht pritojnë me kërku falje, pavarësisht që e dinë që janë në faj? Kur qyshet, veç i fshi. I bie që ka vijat kuqe Nailja? Po, më fal? Ka vijat kuqe Nailja? Stia jam vijat kuqe, po unë jam tip që fali letë. Shumë letë fali, nuk mbajnë, nuk e baj për shkak të njerëzve, cilë të më ka shkaktuar ndjenjë. Ka mundësi që u kesh përdor, po mu së më intereson kjo pjesë heq. Nuk, fali let, i harroj let, ndodhit. Nuk e bëj për ta, që mos me t'inglu që unë jam shumë zemërgjon, e bëj për vetën tam, se nuk du me jetu me qasi ndjenja që në fund të ditës nuk na qojnë kërkon. Kështu që jam okej, nëse ti po mendon që duhet me jetu që ashtu, vazhdo, nuk ka problem. Çka thotë tashmë në këtë pikë si dhe një kartë? Krejt me të parat në këtë raunda, hajde. Humori është një mekanizëm i avancuar mbrojtës, në të cilin një person shpreh hapur idetë, veçanërisht ato të pakëndshme, duke u fokusuar në argëtimin ose ironinë e situatës. Për shembull, një person që ka një sens të keq drejtimi dhe humbet rrugën, shpesh mund të tregojë ndonjë shaka dhe të thotë gjëra të mira për veten e tyre. Kur dhe si e përdorni humorin si mekanizëm mbrojtës, jep një shembull. Se ç'po më vjen natyrshëm të pyet në gjithë punën tënde në televizion, të ka ndodhur ndonjëherë që ta te kalosh ndonjë situatë të sikletshme live me humor? Po.
ka pas plot, unë nina si person që i ngatroj emrat, ose nuk i majt mend, ose i ngatroj emrat mbi emrat në gjashëm. Për shembull, një prej personave me qo publik, po ja përmendi emrin, Artan Abrashi, ka qenë në listën e LDK-s në zgjedhjet e vitit 2017, ka qenë kandidat për kryetar të komunës së Prishtinës në një mandat, e patëm ftu për një intervistë, edhe nuk e di për çfarë arsye unë gjithmonë ja kom gatru emrin edhe mbi emrin, gjithmonë ja kom përzi, gjithë. Po, i kom të regu, do me thonë, live në televizion, i kom thonë, Artan ti e din që unë ta ngatroj gjithë mbi emrin, edhe mos ma nxi për të madhe, sepse mu ka fiksu kështu në kokë. Ose lajmet e sportit, për shembull. Njerëzit e din që unë nuk marr vesh fort nga sporti, po ironia e kësaj mungesës tam të informacionit në sport qëndron te fakti që Naimi burri jam është gazetari i sportit, edhe shumica thonë çush ka mundësi ti nuk dem për sport, ndërsa nuk i njeh sportin, ndërsa jeton me një njerëz që jeton me sportin. Ai këtë jetën e ka të edhe njohin, e din sa i vullnet shumë është me u marrë me zhvillimet të sportit dhe që nuk i ka asnjë informativ. Live e kom thonë në plot raste kur e kom ditë që e kom gatruar mbi emrin, ja huqa qëto edhe emrit ose mbi emrit të këti, po ju e dini që nuk marrë vesh në sport. Edhe qash mirë e kam pranu njerëzit këtë mungesën tam të informacionit, ose faktin që unë nuk di ka njëherë mi lexu emrat, ma të panjoftun se informacionet bazike, njerëzit kryesor të futbollit, sidomos, normalisht që i nja, edhe nuk kom pas najtë lashe. Po e kom pranu, nuk e kom pas të lashe me thonë që unë nuk e di që të pjesë dhe ngatroj. Erdhëm edhe tek përgjigja e faktit që e përdorin shpesh humorin si mekanizëm mbrojtës në raste të caktuara, madje shumë mirë sepse me një sportivitet dhe ndryshe do të thoja nga radhët e tjera. Çka thotë ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Erdhëm tek fundi. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, cili është hapi i parë që do të ndërmerrni për ta arritur këtë qëllim. Pyetja më e mirë për ta përmbyllur këtë cikël të intervistës. A ka ndonjë qëllim të caktuar Nailja në një të ardhmen të afërt për cilin do të punoj dhe cili është hapi i parë që do ta ndërmarrësh? Po. Në fakt, momentalisht jam në fazën e ndërtimit të diçkaje të re, të cilën nuk e kom bë më herët. Të diçkaje tënden? Të diçkaje timën, siç është Nexa Communication Studio. Jemi bashkë me Iliri Pirevën, shoqën tam, edhe çdo ditë jemi të diskutu, të strukturu çka po dojmë me mbri, çka po dojmë me bë. Për te qëllimeve që mundën me qenë strukturore, procedurale, okej, për 3 muaj po dojna me qenë qëto ose në gjashëm, për te kësaj Elvana mu ka bo qëllim në vetvete, e kom fillu si tu e pasi nevoj të mënyrës që na komunikojmë. Çështjen e debatit që e diskutu ma herët, që na nuk jemi në gjendje me debatu pa e ofendu tjetrin. Tu qenë një vëzhguse e thjesht e lojrave të fëmijëve të mi me fëmijët e mahallës, mënyrën që ata debatojnë, mënyrën që argumentojnë ose kundërargumentojnë, mënyrën që ata përfundojnë të prish njëri me tjetrin sepse nuk pajtohen për diçka. E kom pa tepër të nevojshme me pas si qëllim në veti edukimin e moshave të reja në këtë drejtim. Qysh me debatu, qysh me qenë i kujdesshëm edhe me respektu tjetrin edhe kur ti nuk pajtohesh. Dhe si të ndërtuar besoj debatin e argumente mbi argumente, kam përshtypjen që debatet e kohës së sotme televizive shumica prej tyre janë duke u zhvilluar mbi bazat reflektimit emocional dhe jo mbi bazën e argumenteve. Ose mbi bazat e interesave personale, ose mbi bazat e kush po del më i fort në debat. Tash në këtë kapacitet hapin e parë kemi ndërmarrë me shkollën gjermane, shkolla gjermane e Kosovës, aty veç e kemi kriju një grup edhe jemi të punu që disa orë i kemi mbajt qysh me pas qasjen në debat dhe qysh me i zhvillu këto mekanizma të cilët ty të ndihmojnë në diskutime qofshin ato dhe të vështira. Por qëllimi, ky ka qenë hapi i parë i këtij qëllimit që ja kemi vendos vetës unë me Lilin si kompani që eventualisht
mos t'jap ta shafate se nuk di ako me mujt mi mbajt veç prej shtatorit besoj që kemi me fillu me ofru si shërbim edhe për njerëz që nuk i kanë fëmijët në German School, po që dojnë me i pas pjesë të këtij edukimi që është tepër i rëndësishëm për ditën e sotit. Dhe është zakonisht e nevojshme, për çka unë të përgëzoj natyrisht për iniciativën që e ke marrë. E dashur, kjo është fundi hapjes së kartave në 3 perspektiva të jetës tënde, tani që jemi krejt në fund, tregom si po ndihesh. Tepër u kënaqa Elvana, bashkë shijova si diskutim edhe ndryshe, edhe kom pas intervista plot në media të ndryshme, po kryesisht kemi diskutu për fushat specifike, e kjo po të përplas, ka një araj pse mu lidhë letrat shumë mirë, këto kartat e tua të interesant që po dokën, ama shumë e mirë, ndjenje mirë, sfiduse pak, po mirë, unë mendoj që kemi nevojë me bo dhe kësi diskutime, pak ma të thella. Edhe unë besoj që publiku pat mundësi me të njoft më thellë për të asaj që ne jemi mësuar me pa pothuajse çdo ditë në ekran. Shumë faleminderit për këtë mundësi të mirë. Faleminderit shumë për qiltërsinë tënde dhe për mesazhet e jashtëzakonshme që dhe mes rreshtash, si në aspektin personal, si në ato profesional, çka unë besoj se është shumë e nevojshme për gjeneratat e reja të cilat na ndjekin. Unë uroj shumë suksese dhe bashkë miru takofshim në rrethana të tjera. Faleminderit shumë, uroj të takohemi shpejt për mirë. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim shumë të këndshëm me të dashurën tonë gazetaren e njohur Naile Selmani Dema, e cila bëri hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva, ndërkohë që me mua Elvanën dhe një hynesh tjetër bashkë takohemi javën tjetër. Deri atëherë, gjithë mirat.